Veteran dhe invalid të luftës, i nderuar kryetari i Partisë Demokratike dhe kryeministri i ardhshëm i Kosovës zotri Bedri Hamza. I nderuar kryetari i komunës zoti Ramiz Ladrovci. I nderuar vllai i presidentit Idris Daci. I nderuar komandant qeliku zoti Fatmir Limaj, Geri Çoki Ngushi, Ashil Paçit, Kadri Meseli dhe Jakub Krasniqit. Shumë të nderuar kandidat për deputet, shumë të nderuara struktura aktiviste simpatizant Partisë Demokratike, shumë të dashur qytetarë të komunës Drenasit. Mirë se keni ardhur në këtë ubim madhështor të Partisë Demokratike. Sonte këtu në sheshin Fehmi Ladrovci nuk jemi mbledhur vetëm për një fushat. Jemi mbledhur sonte për një mision. Për misionin e fitores që i duhet Drenasit, i duhet Kosovës dhe i duhet secili qytetar që beson në vlera, punë dhe shtet. Për fitoren e Partisë Demokratike të Kosovës me numrin 125. Drenasi ka qenë gjithmonë zemra e rezistencës, zemra e lirisë dhe bastioni i Partisë Demokratike. Nga ky vend kanë dalë burra e gra që nuk u ndalen as një ditë, as në ditët më të vështira, e nuk do të ndalen as sot. Trashëgimia jonë politike i ka rënjë të thellë në idealin e lirisë të ushtria çlirimtare e Kosovës, e cila me sakrificën, guximin dhe gjakun e dëshmorëve solli lirinë që ne gëzojmë sot. Prandaj kujtimi dhe respekti për UÇK-n është themeli i unitetit tonë dhe obligimi i përhershëm për të gjithë ne. Prandaj sonte nga këtu, nga ky shesh dëshmorësh, nga ky qytet krenar, ne e dërgojmë një mesazh të qartë. Drenasi është gati për fitoren e Partisë Demokratike dhe për kryeministrin Bedri Hamza. Bedri Hamza përfaqëson përgjithësi vizion, zhvillim ekonomik dhe një Kosovë që ecën përpara. Ai përfaqëson punën, seriozitetin dhe besimin se shteti mund të qeveriset me ndershmëri dhe profesionalizëm. Të dashur qytetarë, ne nuk mund të harrojmë rrugën që kemi bërë, nuk mund të harrojmë sakrificën e atyre që i dhanë gjithçka këtij vendi. Sot me respekt dhe krenari, duke ndjerë thellë mungesën e tyre, i përshëndesim përzemërsisht liderët tanë historik Hashim Thaqin, Kadri Veselin, Jakub Krasniqin dhe Recep Selimin. Ata janë pjesë e historisë sonë politike dhe kombëtare. Sakrifica, kontributi dhe përkushtimi i tyre për lirinë dhe shtetëndërtimin e Kosovës mbeten të shkruara përgjithmonë në historinë tonë. Prandaj ne kemi një obligim moral dhe politik ta mbajmë të fortë shtëpinë tonë politike, ta forcojmë Partinë Demokratike dhe ta çojmë përpara vizionin për të cilin janë bërë aq shumë sakrifica. Sot më shumë se kurrë Drenasi duhet të jetë i bashkuar. Le të jemi të bashkuar në çdo lagje, në çdo fshat dhe në çdo cep të Drenasit. Sepse kur bashkohet Drenasi fiton PDK-ja. Kur fiton PDK-ja, fiton Kosova. Dhe ne